Deputetja, një herë është kryetarja e Partisë Unioni Social-Demokrat, Duda Balje, ka deklaruar se deri më tani nuk është telefonuar nga askush për ndonjë marrëveshje të mundshme koalicioni, madje as nga vetvendosje, e cila doli parti fituese e zgjedhjeve të nënteshkurtit. Megjithatë, ajo ka deklaruar në një studio televizive se partia e saj SDU ka 3 çështje si kushte me prioritet, e cili do kryeministër që u aplotson ato, do t'i marrë votat e tyre për formimin e qeverisë së re në Kosovë, në kuadër të marrëveshjeve me komunitetet jo shumicë. Në një thirrje direkte, ajo tha se njëri nga prioritetet është reforma në arsim, por kërkon edhe krijimin e komunave bosnjake. Një herë kam thënë se kam me votu për kryeministrin, i cili plotson kushtet lidhur me komunitetin bosnjak. Jam duke pritur me certifikimin e zgjedhjeve. Nuk jam kontaktuar me asnjë. Është herët, ka çështje që 20 vite s'janë realizuar, disa prej tyre janë reforma në arsim dhe krijimi i komunave bosnjake. Ndër më kryesorja është formimi i komunës së bosnjakëve, komuna e Zhupës, jo vetëm për kryeministrin aktual, por edhe për çdo tjetër ne kemi kushtet që janë shumë të rëndësishme për ne, tha Balje. Kjo kërkesë e Duda Baljes po shihet e çuditshme nga analistët politik në Kosovë. Së paku kështu thot Blerim Burjani. Vendosja e kushtit nga Duda Balje është e çuditshme, por kur të merret parasysh se në Kosovë ka komuna serbe dhe turke, tash edhe ky komunitet e ka një kërkesë të tillë. Themelimi i komunave etnike nuk ka pas nevojë të ketë në vend, por tash është e një kohë që është realitet se ka komuna të themeluara në bazë etnike, andaj mund të ketë në të ardhmen edhe kërkesa të tjera të ngjashme. Kurse analisti Nexhat Aziri nënvizon se polarizimi i skenës politike në Kosovë ka bërë që minoritetet të rrisin oreksin e tyre, janë ngritur orekse të partive të minoriteteve për të ngritur pazarin me kërkesa nga më të çuditshmet, gjoja në emër të drejtave të tyre. Kërkesa e Duda Baljes për formimin e një komune bosnjake është kërkesë e panevojshme, është shprehur Aziri. Kundër deklaratës së Duda Baljes ka reaguar ashpër edhe kryetaria e Këshillit Nacional Kombëtar për Sandxhakun Amina Nuraj. Nuraj është shprehur se Duda duhet të harrojë këtë ide për të marrë pjesë nga territori i Kosovës. Nuk ka komuna serbe në Kosovë, nuk ka komuna bosnjake në Kosovë. Harroje idenë tënde për ta marrë për vete pjesët nga toka e Kosovës, dhe nëse nuk ju pëlqen, shkoni diku kë ka më mirë, ka thënë ajo. Më pas, Nuraj ka shtuar: Republika e Kosovës nuk është një tort, kështu që ju mund të merrni pjesë nga ajo si të doni ju. Kosova është tokë shqiptare. Luftoni për të drejtat e kombit tuaj ashtu siç duhet në territorin e Republikës së Kosovës, por jo sipas idesë serbe, i është drejtuar Nuraj deputetes Duda Balje.